Skura, një ndër destinacionet e preferuara turistike në këtë fundjavë, është e vizituar me turistë vendas dhe të huaj. Konsiderohet në 100 fshatra turistik në vendin tonë, fal natyrës dhe relievit. Skura shtrihet në lindje nëpërmjet aksit nacional drejtim të Burrelit, me panoramën e birshë të lumit mat nga dy krahat të shoqërojnë malet të Gjelbërim. Turistët të huaj mahniten me bukuritë që ofron kjo zonë, ndërsa edhe ato vendas preferojnë të kalojnë fundjavën pranë lokaleve pranë rrjedhjes së lumit mat dhe freskisë së natyrës. Grupe turistësh të ardhura nga vende të ndryshme të botës, atë që për herë të parë vizitojnë skurën turistik, majqips nga këto bukuri, ndaj dhe tregojnë se sërish do të rikthehen ta vizitojnë. Ndoshta ndihmoi edhe koha, sepse erdhe vera më shpejt se sa duhet, kështu. Veri që verë zotit ka qenë i mrekullueshëm. Kena pas si turistat huj, si vendas, shumë mirë. Shkojmë një vend shumë të bukur, të paprekur, origjinal, me shumë pemë, lule, të gjitha llojet e mundshme, domethënë të gjelbërimeve. Dhe zotnia që ka këtë lokal ka investuar shumë, është pranë lumit, është natyrë, domethënë e paprekur se është mund buzë të lumit, është freskët dhe ka shumë gjelbërim. Ju nga Përmeti vini? Po, unë vi nga Përmeti, që është një qytet shumë i bukur dhe shumë i gjelbër dhe ai, dhe shumë i pëlqyer. Banoj në Tiranë, këtu vim për herë të parë, po, dhe na pëlqeu, po ashtu na pëlqeu dhe ushqimi, ishte shumë i mirë, tradicional, me prodhimet e vendit, perime, mishi, gjithçka ishte shumë e përgatitur mirë. Dhe i lufshin duart tyre. Ndoshta duhet të vërë dorë dhe shteti të ndihmoj këto agroturizmet, për shembull, për të pasur edhe prodhimet e tyre, të perimeve apo të mishit, apo kështu mund të ketë ndonjë fermë të vogël që të jetë ngjitur emerald, domethënë. Duhet investuar se për shembull ky ka investuar shumë dhe ka bërë shumë bukur, edhe rrugën, edhe ambientet të gjitha këtu, kalojra për fëmijë, ka gjithçka. Shumë mirë. Por ndoshta rreth e rrotull, për shembull ambienti kur vjen në fillim nga rruga Sakfeshe, dukej si shkret. Nuk ta merrte mendja që kishte një pamje të këtillë të brenda. Ndërsa grupe të tjera nga vizitorët vendas të thonë se janë zona që duhet vizituar fal natyrës dhe investimeve që po kryen nga bizneset për të krijuar mundësi dhe kushte në akomodimin e turistëve. Gatimet tradicionale të zonës janë një mundësi më shumë që skura duhet vizituar, ndërsa sipas dhe operatorëve turistik ka rritje të ndjeshme të vizitorëve.